Këtë të martë në gjykatën penale të Tiranës, ka shkuar në seancë gjyqësore avokati Carlo Bolinos, Aranit Roshi, për padin që ka bërë ndaj deputetit të PD-s Belind Këlliçi dhe Jamarbër Maltezit. Avokati, i cili më 14 prill nuk u paraqit në seancat gjyqësore në gjykatën penale të Tiranës, pasi deklaroi se kishte një rast mortor në familje dhe për këtë gjyqi u shty. Por po në të njëjtën ditë, avokati Carlo Bolinos, pra më 14 prill, një orë pas shtyrjes së seancave në gjykatën penale Tiranës, Aranit Roshi ka shkuar në një seancë në gjykatën civile. Këtë të martë, avokati Carlo Bolinos, Aranit Roshi, e ka pranuar duke thënë që po, është e vërtetë që ka dhe në një seancë tjetër, por duke deklaruar se nuk ka pse t'i jap llogari. Këtu jemi përballë faktit që një avokat ka gënjur gjykatën. Ai duhet patjetër ose të vërtetojë që një afërm i tij ka humbur jetën dhe ka qenë e arsyeshme mos shkuarja e tij në seancë. Në të kundërt, shoqata e avokatëve duhet të marrë masa ndaj këtij avokati, i cili ose ka gënjur me vetdije për të shtyrë me qëllim seancën, ose është urdhëruar nga klienti i tij Carlo Bolino për ta zgjatur, për ta bërë tërkuz procesin gjyqësor. Këtë të martë është zbuluar dhe fakti që avokati ka gënjur, por siç ka thënë në seancë nuk ka pse jep llogari. Carlo Bolino bën padinë gjykata për të intimiduar dhe për të mbyllur gojën denoncuesve, njerëzve që kanë raportuar në publik të vërtetat e mëdha të Carlo Bolinos, njeriut që erdhi si gazetar nga Italia dhe në Shqipëri u bë një miliarder, duke përfituar pafund para nga fondet publike dhe nga taksat e shqiptarëve, përfshirë këtu dhe para e fonde nga afera e inceneratorëve apo nga skandalet e tjera korruptive të pushtetit.